Mirë mbrëma, mirë se erdhët në Shqip në Dritare Televizion, një tjetër histori Shqipërie për ta mbyllur prillin me shumë histori të shqiptarëve, të cilët jetojnë jashtë dhe kanë një sy nga Shqipëria, apo jo, zonja Islami, Artemida Islami. Një sy nga Shqipëria apo të dy syt? Patjetër. Një sy e gjysmë. Ju jeni në Vjenë tani. Unë jetoj në Vjenë prej 23 vitesh, gati 24 vite, po. Wow. Si ikët? Më thonë se më ka intriguar gjithmonë mbajtja shqiptarëve në Vjenë, nuk ishin shumë, po flasim mbas 90-s, sepse ne kemi lidhje forta me Austrinë patjetër, por mbas 90-s nuk ishin shumë ata që shkuan në fillim. 23 vjet i bie ndër të parat, jo. Nisja ime nuk u bë në Vjenë, në fakt, unë si fillimi ka në Shtetet e Bashkuara, bëra një studim të dytë, studiova antropozofi, një vit jetuam në New York, pastaj pothuajse 4 vjet në Kaliforni. Largësia... Jetuam, do me thënë me bashkëshortin? Me bashkëshortin, po. Shqiptar? Me bashkëshortin austriak. Austriak, Dhe prandaj u ktheva në Vjenë. Pra, kur vendosëm që do ktheheshim nga Amerika, ne nuk e dinim se ku, pastaj tham Vjena. Në fakt ishte zgjedhje e dur, në kohën e dur, që prej atëherë jetojmë aty, kemi hapur një shkollë gjuhësh, ku punojmë të dy, përveç lëndëve të tjera, do të thënë gjuhë që nuk i flasim ne, që kemi mësues të tjerë. Shkollë për të mësuar gjuhë, shkollë... Po, kemi një shkollë gjuhësh. Për fëmijë, për të rritur? Kryesisht për të rritur, por ka edhe student, ka edhe fëmijë që vinë gjatë verës në për të rritur emigrant. Pra, apo me gjuhë të... Jo vetëm emigrant, sepse ne kemi punuar gjithmonë pak me shtetin, kemi punuar me zyrën e punës sociale dhe ata dërgojnë njerëzit për kualifikime për të gjetur një vend pune më të mirë dhe u ofrojnë kush shqiptar në Vjenë dhe i duhet një shkollë e tim, duhet t'ju gjej juve, të kërkoj juve. Ajo do ishte shumë mirë, unë kam patur gjithmonë edhe shqiptar nga Shqipëria. Se na ndjekin dhe janë jo pak që na ndjekin. Pse jo. Sidomos studentët që vinë dhe bëjnë ato 1 vit ose 2 vjet mësojnë gjuhën në Vjenë, mund të vinë tek unë, ndoshta e kanë më të lehtë që unë ua bëj shpjegimin fillestar, sidomos nga Shqipja, pse jo. Kush jep tek ju? Si funksionon? Atëherë për momentin jemi unë, bashkëshorti, partneri vajzës time, edhe ai jep mësime ne, që japim anglisht, gjermanisht dhe italisht, ndërsa për lëndët e tjera pastaj kam një listë mësuesish për çdo lloj gjuhë që kërkohet. Do të thënë është familjare në një farë mënyrë. Është komplet familjare, po. Shumë interesant. Sa vite u bë kjo shkolla? Atëherë 19 vjet në Qershor. Jeni ju këtu, apo vajza? Këtu jam unë. Sepse po thoni që keni një vajzë të madhe, përsa ka... Kam një vajzë 21 vjeç, që nuk dëshiron të japim sim, sepse nuk do mamën shefe. Dërsa Tomi e pranoi vjerën ardhshme shefe dhe punon me ne. Atëherë këtu jam në një panair që kam bërë në Shqipëri para 2 vitesh, 3 vitesh më duket, ku erdha të përfaqësoja shkollën time, prandaj dhe është e shkruar në Shqip, sepse ai baneri ishte i vendosur aty. Ja, si që thash, kam student që kam bërë kurse me mua online, në fakt, A1, A2, B1, vi në Vjenë, bëjnë nivelin B2 ose C1, që është niveli i kërkuar për të hyrë në universitet. Nuk po them që është në mas, por çdo vit kam pothuajse nga 4-5 studentë që vinë në Vjenë për studime? Ka plot. Ka shumë studentë shqiptarë që vinë në Vjenë. Tash këto kohë të fundit është kthyer pak më në modë që vinë në Vjenë dhe bëjnë shkollën e anglisht. Mua më duket pak e çuditshme sepse pse në Vjenë shkollën një vend anglisht folës, po vinë në shkolla ndërkombëtare, domethënë, për të bërë. Vinë në shkolla private, po sepse universiteti në Vjenë sigurisht që është në Deutsch, të paktën bachelori, pastaj masterat ofrojnë edhe në anglisht, kështu që. Domethënë i bie që duhet të kenë shumë para që ta bëjnë, sepse. Po absolutisht. Më kapi një pikë të dobët Rudina, sepse unë e them gjithmonë në shumë kollajve paratë mamit dhe babit të vishe dhe të shijosh jetën në Vjenë, po ka edhe studentë që janë shumë të përgjithshëm. Unë i kam patur, në 18 vite i kam patur të gjitha ato nivelet e mënyrës e të mësuarit, ose e bot kuptimit të Vjenës nga studentët. Ka patur nga ata që u dërgonin prindit pothuajse çdo javë me autobus, byrek, mish, çdo lloj gjë dhe të shkojnë të shtynin gjithë javën dhe kur thenin para dhe ata janë pikërisht ata që janë bërë më suksesshëm dhe vërtet kanë studiuar. Nuk dua të parajgjykoj asnjë njeri, sigurisht që ka shumë studentë që kanë qenë suksesshëm edhe pse kanë ardhur me paratë e mamit dhe të babit. Unë ju them gjithmonë, nuk ka rëndësi se sa para ka mami apo babi, rëndësi ka se si i kanë bërë ato para me sa punë, me sa siklete, apo pa punë, po prapë me siklete.
Edhe njerë kërkoj falje. Jo, s'ka që Unë shquem pak për mënyrën e drejtë të thënit. Këtë mendoj herë pas here, vërtet i bërë ato para dhe mendon po e bëj për fëmijën, po në një farë mënyrë nuk të zë natën. Po edhe ty s'të zë për dhe fëmija në një farë mënyrë e di si ke bërë ti dhe nuk ke pse, nuk është se do marrë në një motiv. Po ndoshta prandaj dhe nuk e vlerësojnë, nuk e di. Është diçka që nuk shkon në këtë histori. Kur thon haram, haram është. Po megjithatë. Siç e merre humbet. Po, megjithatë, rëndësi ka që përpiqen që të arsimojnë fëmijët. Njërë shqiptarët prindrit absolutisht, po. Sido që t'jenë gjërat përpiqen shumë që të arsimojnë fëmijët, sepse pastaj në një farë mënyre, ky është vërtet mënyra se si ti ndërton. Shiko, fakti që i largojnë fëmijën nga vetja për një prind, ne me të dyja prindër e dim shumë mirë, fakti që i largojnë fëmijën nga vetja është një sakrificë e madhe. Dhe mua më vjen shumë keq që ndonjëherë nuk ua din. Vërtet nuk ua din. Domethënë qëllon nëpër restorante apo në bare në qendër të Vjenës dhe dëgjon studentë shqiptarë të veshur, të kapardisur. Pse jo? Shumë mirë bëjnë që kujdesen për veten, po sikur kujdesesh pak edhe për zhvillimin e tyre intelektual do ishte akoma më mirë. Dhe jam e sigurt që dhe ai prindi do ndihej më rehat që e çova fëmijën, po e bëj sakrificën, më merr malli, ama më solli dhe një lloj rezultati. Edhe vinë si qikën. Ka shumë që kthehen siç vini ikin, në shumë e vërtetë. Kjo është pak e pakuptueshme që ti harxhon për një fëmijë ndërkohë që mbaj këtu dhe ato lekë ti përdori po për tu veshur dhe për tu thuar, nuk kanë ndonjë. Sepse të gjithë kanë atë shprehje, nuk jetohet në Shqipëri, dua tike, nuk jetohet në Shqipëri. Dakor, po përgatitet pak atë fëmijën, përse po ikën nga Shqipëria. Pra, jo gjithmonë të jetojë në atë bubble-in, në atë ren e bukur, që çdo gjë paguhet nga prindi, këtu në një shkollë private, vinë aty vazhdojnë atë jetë luksoze dhe nuk e kanë idenë në fakt pse kanë ardhur. Pra, cili është qëllimi përfundimtar, ku do arrin me atë sakrificë që po bëjnë. Se të vish në Vjenë të shijosh, mund të vish edhe me një weekend dhe nuk e pse paguan jetën e shtrenjtë që është aty. Si ka një gjë, sa do para të kenë dhe sa do të përpiqen të jenë si e bjenez, si me të nuk do mund të jenë dot. Kjo është atëherë unë kam 23 vjet aty dhe nuk kam për ta thënë kurrë që unë jam vjeneze, sepse nuk jam vjeneze. Dhe për hir të së vërtetës, Vjena është një qytet që nuk të lejon kollaj të bëhesh vjenez. Unë kam dëgjuar lloj historish edhe nga shqiptarë që kanë ardhur në vitet 90. Sigurisht njeriu integrohet dhe e kam thënë diku tjetër që shqiptarët kanë një aftësi integrimi vërtet shumë të kënaqshme. Por në fund të fundit një herë i huaj gjithmonë i huaj. E ndjeva këtë gjë dhe në Amerikë, ndjej edhe në Vjenë. Më pak në Amerikë, për hir të vërtetës. Pra, më pak në Amerikë. Sepse kanë ardhur të gjithë dhe kanë krijuar atë vend. Ndërsa në Evropë, sidomos në Austri, ka qenë një monarki, kanë vendet e tyre dhe ti je gjithmonë i ardhur. Pra sado unë e flas gjuhën mirë, kam bashortin austriak, kam fëmijët, gjysmë austriak dhe unë nuk e them dot që unë jam austriake. E kanë ata që e krijojnë këtë... Ta bëjnë ta ndjesh. Ta bëjnë ta ndjesh. Si ta bëjnë ta ndjesh? Së pari, pavarësisht se mua nuk më pëlqen ta ndaj qenien njerëzore në burrë dhe në grua, por të thash, duke qenë se ata kanë qenë monarki, kanë atë rangun e tyre, pra ai që është më lart të tjerët përkulen dhe ata që janë më poshtë sigurisht që të rri më lart. Dhe në momentin që sado mirë ta flasësh gjuhën, do dali diku një theks që nuk është vendali apo nuk e flet me dialekt siç e flasin ata, në momentin që e shikojnë që e huaj, je grua, edhe sikur ti je realizuar, do të preferohet gjithmonë ai burri që është austriaku i vërtet dhe ti ajo e huaja që është martuar me një austriak. Që ti lë burrin të merret me ata. Jo, nuk e lë. Unë jam labe, jam 100% labe. Jam nga Tep Elena dhe nga mami dhe nga babi. Pavarësisht se unë kam lindur dhe jam rritur në Tiranë, kam jetuar e vogël në Tep Elenë, e them me shumë kënaqëri që unë jam labe dhe nuk lë njëri të më shkeli me këmbë. Kështu që të del ai pas Tep Elena të del në Vjenë. Më del koka e Ali Pashait. Edhe me austriakët. Por, si që thash, nuk më bezdis, në fillim po mërzitesha shumë, sepse shkoja me atë buzëqeshjen e mirësjellur, mendoja që kjo është e drejta, dhe kur përplasesha ndonjëherë me atë arrogancën, ndoshta jo kundra meje, po thjesht faktit kundra një të huaj, më bezdiste shumë që pse, unë nuk bëra si gjë ndryshe, unë e flas gjuhën mirë, unë sillem si një qenie njerëzore e sjellshme, ku është problemi? Më në fund e kuptova. Pastaj dhe u detyrova të vishesha me një lloj arrogancë që në fakt nuk është e imja. Po meqense kam mbaruar arte, e kam më të lehtë që ta interpretoj arrogancën kur e kam nevojshme. E kuptoj. U ktheve tek roli. Do, sepse... Shkollimi, përse ka qenë shkollimi në Shqipëri? Atëherë, unë kam studiuar për piano, kur kam qenë e vogël, pastaj liceun e vazhdova për flaut,
edhe universitetin, dhe me qënë se në 99 ishte pak jo shumë e volitshme koha për mua dhe për bashkëshortin tim austriak në atë kohë. Që e njohë në Shqipëri. Që e njohë në Shqipëri. Si e njohë? Nga miqtë e përbashkët. Në fakt, ka qenë një kafe e vogël, kafe Fontana, tek piramida, ke cepi piramides. Dhe ne në atë kohë kishim shtëpinë tek rruga Elbasanit. Pra që të shkoja në fakultet, unë duhet kaloja ke Fontana për të pirë kafen, dhe aty jemi njohur. Në fillim ishte një jo love at first sight, po një hate at first sight, sepse të dy treguam atë arrogancën, unë të labit ai të Vjenezit. Po takimi i dytë ishte i këndshëm pastaj, dhe më pëlqente shumë fakti që takoja dikë që e para fliste anglisht. Në atë kohë nuk është se kisha shumë mundësi ta flisja anglishtën shumë. Më pëlqeu fakti që Wolfi njifte muzikën shumë. Në atë kohë unë jepja koncerte dhe më pyeste shpesh çfarë vepre po luaj kur është koncerti radhës. Sigurisht e një gjë shumë ndryshe nga ajo kohë. Ai punonte shumë mirë. Wolfi jepte mësim në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në atë kohë. Në Tiranë dhe në Elbasan, në fakt, punonte për të dy ambasada, dhe për gjermane dhe për austriaken, dhe jepte histori dhe gjeografi gjermane. Dhe në 99-ën, pastaj me qënë se u bë vërtet mbytëse, sinqerisht, ti e di se si ishte Shqipëria në atë kohë, dhe vendosa të studoja diçka tjetër, më thënë, unë do kisha dëshirë të vazhdoja dhe me artet, por më ka pëlqyer gjithmonë filozofia. Në shtëpi çfarë thoshin te Pelenasit e tu, që po lidheshe me një tuaj? Nuk ishin shumë dakord. Si ishin? Nuk ishin shumë dakord. Nuk ishin fare dakord. Megjithatë mua më vjen shumë mirë që prindit e mi kanë një marrëdhënie të shkëlqyer me Wolfin sot. Dhe kam përshtypjen se është nga dhëndurët e pakët që merr avionin dhe vjen në Tiranë dhe rri 10 ditë vetëm me prindit e mi, ndërkohë që unë vazhdoj punën në Vjen. E merr malli për Tiranën dhe për Shqipërinë. Dhe e njeh Shqipërinë më mirë se unë, për këtë jam e sigurt. Sa bukur. Kështu që rrezika im mund të jetë personi që thot në shtëpi një ditë ne do jetojmë në Shqipëri. Do ta bënte me kënaqësi, po pret që dal dhe unë në pension, sepse Wolfi ka dalë në pension. Dhe e kemi vetëm do blejmë një shtëpi në Vlorë apo do blejmë një shtëpi ke Mali Ropit, domethënë ku do blehet shtëpia që ti. Po patjetër në Vlorë, patjetër. Është më afër te Pelenës. Më afër te Pelenës. Nësa i me bi, kur jemi diku në një hotel jashtë, thot s'është gjë, mua më pëlqen vetëm ai hotelit e Pelenës. Ke u i ftohtë. U i ftohtë. Vetëm ai thot. Të drejtë ka. Të drejtë ka. Kështu që kjo është e çuditshme se si thellë në thelb ne ngelemi me shtëpi. Shkojmë tek rrënjët. Unë shtëpi në Vjen e kam brenda qytetit, në fakt pa një nga lagjet e qytetit, por jemi në buzë të pyllit të Vjenës, pra Vina Valt që janë kushtuar shumë valse e gjëra. Ja, këtu jam në Vina Valt për shembull me Kle. Shok apo shoqe? Shok. Kle është qeni jon. Sa i mirë. Qeni i pari jetës time. I pari, ja? Po sigurisht, sepse ne nuk ishim mësuar që të marrim kafshë në shtëpi. Ishte një surprizë nga ime bi dhe nga bashkëshorti. Në fillim sigurisht që reagova negativisht sepse e pa mësuar me kafshët dhe tani kërkoj falje gjithmonë sepse nuk ka dashuri më të madhe. Nuk ka dashuri. Erdhi për ty apo për gocën qenin? Jo, e bleu Deja qenin, por sigurisht tani që Deja ka dalë më vete në shtëpi me qëra, qenin më ngeli mua dhe Wolfit, jam e kënaqur. Jam shumë e kënaqur. Këtu jemi diku 20 minuta nga shtëpia jon, lart në pyll. Është një pellg i vogël në fakt, nga mbrapa që neve na pëlqen dhe unë përpiqem ta mbaj sepse Kle gjithmonë tenton të futet në ujë dhe pastaj kuptohet se sa pis bëhet megjithatë Sa vjeç është? Kle është 10. Kle në shqip do thot tërfil. Tërfil. Po, dhe ime bi vendosi ta quaj Kle, sepse është në gjermanisht që thon Glücksbringer, pra ai që sjell fat sjellsi. Dhe është pak e vështirë kur a themi njerëzve Kle, sepse është me 2 e. Nuk e di as sjellin, po dashuri sjellin shumë. Pafund. Jashtëzakonisht. Pafund. Domethënë ajo kënaqësia që të kthehesh në darkë në shtëpi dhe ai të pret ke dera dhe tund bishti në momentin që dëgjon që mbyllet dera e makinës. Fëmijët s'ta bëjnë. Jo, askush më. Presin që do hysh brenda çka ke bërë për darkë, çka do sjellësh. Sa i pret. Dhe mbi të gjitha të forcon durimin, të bën të duash diçka ose dikë pa kushte fare, të jep dashuri pa kushte, nuk kërkon asnjë gjë dhe kur të shikon të mërzitur, vjen të ulet aty afër sikur
më vjen përqeshur sepse mami më thot ndonjëherë, po Kle, pse nuk flet më të keqe nëna, se unë nuk do dilja nga shtëpia po të flisje ti. Ja, është vërtet. Mua më ndodhi tani me qenin dhe unë për herë të parë erdhi për gocën dhe me mua, dhe ndërsa unë humba mamin dhe bashkë me motrën ishim në shtëpi, ajo jeton jashtë, dhe ne të dyja ishim atë ditë mbas farimit të trishtuara pafund. Të trishtuara dhe të humbura. Qeni im u dehidratua me njerë nga stresi më thamë pas dhe u lëshua dhe vetëm thamë se iku. Sepse qeni e ndjen ka një ndjesi shumë të fortë, edhe sidomos kur personi që ka lidhjen më të afërt alfa që quhet në gjuhën e qenve, nuk është mirë, qeni e ndjen me njëherë atë energjinë e brendshme. Dhe madje qeshëm sepse mu deshta qoja, unë u bëra gjithashtu keq dhe me njerë në stomak e kemi në stresin, mora pantoprazol, dhe qeni t'i thanë pantoprazol, edhe më thanë më përdori u marë. Dhe qeshin në shpinë thanë, e ke dhe qeni si vetja tani, stresin e ke nga stomaku, të dy. Po, thonë që qeni i ngjan shumë personit. Unë fillova duke pash vetën sot duke u përpjekur të vras mendjen çfarë duhet jap në një që me se t'ja jap që ta haja atë pantoprazolin. Dhe këtë thash me vete, sa e çuditshme është jeta me kafshët, sidomos për një njerëz që nuk i ka pas frikë, jo dashur. Unë kam qenë frikacake, domethënë. Po sepse jemi mësuar vetëm me qenë të rrugës që kishin frikë se na kafshonin. Të edukuar nga prindrit që mos ri larg. Pastaj ti e di që ne nga anët tona ne edhe kur shprehim dashurinë themi moj qëne. Sakt. Të dua moj qëne. Sigur të më donin mua sa dua unë qenin do isha shumë e kënaqur. Ta them sinqerisht, le të më thonë qëne. Biles më thonë edhe Klea nga mbrava do isha shumë e kënaqur. Kështu që kjo është jeta që ti bën atje, një jetë me punë, me dashuri dhe me sytë që një ditë do ktheheni këtu. Pra, në Vlorë. Me dëshirën e madhe. Dëshirën e madhe. Çka ka Shqipëria që tërheqen dhe? Më fal, përpara se këtu isha me bashortin weekendin e kaluar ishim në Sicili. Unë dashuroj Italinë, po Sicilia është një mrekulli. Kam qenë 2-3 herë dhe do rikthehem sepse nuk i pam dot të gjitha. Duket që kam qenë shplodhur dhe e kënaqur. Nuk është kjo fytyra ime në një ditë pune, përfundimisht jo. Çfarë më bën të kthehem në Shqipëri? Unë kam thënë herë tjetër, kam përshtypjen se mosha, me kalimin e moshës, më mungon çdo gjë e Shqipërisë. Ndoshta jo kjo Tirana që gjej sot, unë mezi e gjeta studion tuaj, pavarësisht se prindrit e mi e kanë shtëpinë 5 minuta larg. Dhe edhe kur ulem ndonjëherë në taksi, kur më thot shoferi ku do shkosh, i them, më thyni emër nga Tirana e vjetër të lutem, se nuk di fare për këtë që po flet. Por shokët, shoqet, familjarët, megjithëse pjesa më e madhe janë larguar dhe gjysha ime festoi 100 vjetorin në tetor dhe e kishte merak të madh ta bënte në dajt dhe ne u mblodhëm, një xhaxha erdhi nga Amerika, një tjetër nga Italia, unë nga Vjena. Ishte vërtet kënaqësi dhe domethënë në këto rastet e pakta tani jemi rritur gjithë, nuk kam njëri për tu martuar, si më thën, përveç se fëmijët tan. Po ama miqë dhe shokë dhe shoqe kam plot. Sidomos këto vitet e fundit kam krijuar shumë miqësi edhe me prindit që kanë sjellë fëmijët tek unë. Unë jam treguar pak e kujdesshme në zgjedhjen e studentëve që kanë ardhur tek unë, sepse duke qenë prind vet unë kam marrë gjithmonë atë përgjegjësinë që je këtu, çfarë hëngre, vajte në shkollë, u ktheve nga shkolla, në çfarë ore u ktheve në shtëpi dhe sigurisht që krijon një lidhje shumë të fortë edhe me familjarët. Kështu që vide takoj edhe këta miqtë e rinj, po edhe miqtë e vjetër. Ti e di që ne muzikantët jemi lidhur që 7 vjeç me njëri tjetrin derisa mbarojmë fakultetin. Me shumë prej tyre edhe kam punuar në orkestër dhe na ka ngelur vetëm Tirana tani, që kur do ikësh në Tiranë do vi dhe unë në këtë datë, të takohemi, shpesh takohemi në Vlorë në verë me pushime dhe më mungon ajo buka e vjetër, ajo koha e dikushve që unë jam e sigurt që s'kthehet më siç ishte atëherë, po të paktën ajo shoqëria e pastër, ne nuk kishim asnjë lloj interesi ke njëri tjetri, ishim thjesht shok klase. Për këtë dua të kthehem. Dhe kemi vendosur me një mikun tim që jeton në Itali, nuk e di nëse mund ta them emrin, Genta dhe Liri, që unë i dua me gjithë shpirt. Liri bën shaka dhe thot, ne po kujdesemi për prindit, ai kujdeset prindit e mi shqyr Zotit. Kujdese për njëri tjetrin shumë mirë. Dhe Liri thot, po këta fëmijët tanë që s'kan për bërë gjë për ne, çfarë do bëjmë? Pastaj tha e gjeta. Do blejmë një shtëpi diku në Shqipëri, njëri nuk do dëgjoj, tjetri nuk do shofi, njëri nuk do eci dot.
Do na katosemi me njëri tjetër, do dalim në rregull fundit. Kështu që tamam, do na katosemi me njëri tjetrin. Në fakt, ku ka më mirë se të kalosh ditët në këto vende si tona, puna e lanë, se ja kanë vënë syrin gjithë tani. Tani kemi rënë në sy shumë. Shiko, problemi është, unë nuk e di Italia, po në Austri nuk lejojnë të shtetësit. Pra, kur mora në shtetësinë austriake, unë u detyrova të hiqja në shtetësinë shqiptare. Pra, unë si austriake, nuk kam të drejtë të kem tokë në Shqipëri. Unë mund të kem apartamente, po jo tokë. Kështu që për mua, zaptojnë nuk e zaptojnë, për sa kohë ndërtojnë disa shtëpi të vogla që unë mund t'i blej. Po kjo është shumë e vërtet që thuan. Ku po shkon kjo botë? Pyetja e shekullin. Tamam. Megjithatë, ti çfarë më bëri përshtypje diçka në Vjenë shumë e çuditshme në këtë verë, më thanë do ikim në plazh. Okej, dhe unë nisa me idenë që do lareshim diku në lumë. Atje vetëm këmbët mund të fusja. Domethënë, gjithë kënaqësia ishte që okej, do vemi këtu, do ham peshkun këtu, atje larg. Ku shkove? Tek Alte Donau. Kushte ajo pjesa e Danubit që e kanë mbyllur deri si liçen, po sigurisht aty. Më tepër e përdorin për të bërë kurse për varkat me vela për fëmijë. Edhe pastaj maksimumi gjëst ishte buz Danubit, okej, po rije diku këtu. Domethënë, kjo ishte maksimumi gjëst. Pothuajse në qendër është një anije që quhet Moto. Ata e mbushin me rër, kanë disa pishina dhe njerëzit vetëm shikojnë ujin sepse lajnë po në pishinë. Unë mund të, mezi po prisja të ikja. E vetmja gjë që nuk ka vjena është deti. E vetmja gjë që nuk ka vjena është deti. Megjithatë ne kemi Italinë afër, kemi Kroacinë afër. Që është gjë e madhe. Po. Dhe çfarë që ne e kemi. Dhe kjo më ndodh gjithmonë çuditërisht që sa më shumë shoh, aq më shumë e dua vendin tim. Do të thënë sa më shumë shikoj, aq më shumë shoh çfarë vendi kemi. E ke fjalën për natyrën? Edhe njerëzit, po ta gjesh Ana nuk janë të këqij. Jo, absolutisht ja. Jo. Por problemi ke ne është e pakënaqësitë që kemi ndaj vetes, ndaj vendit, ndaj politikës, ndaj Po pyetja është Dina, njerëzit kanë pakënaqësi dhe shumë të drejtë që kanë pakënaqësi, por çfarë bëjnë për këto pakënaqësi? Sepse të rrish në vend si ujë ndonjur dhe vetëm ta ankohesh. Ja, thonë, do heqin fëmijët të paktën, thonë, ne heqim fëmijët të çojnë jashtë. Këtë bëjnë të paktën. E ti çfarë më bezdis mua, kam vërë shumë herë që ka patur shqiptarë që kanë jetuar jashtë, kanë studiuar jashtë, janë kthyer këtu dhe kanë bërë po të njëjtën gjë siç bëjnë dhe ata shqiptarët për cilët ata janë ankuar. Pra në fundit kush është ndryshimi? Nëse në fundit arsimimi i mirë të blen për diçka. Të bësh një hap para, pra bën një sakrificë jo të vogël. Thjesht fakti që je larg familjes është shumë i dhimbshëm dhe këtë e kam provuar vetë dhe me siguri. Sidomos viti i parë në Amerikë nuk ishte ditë që unë, sikur 10 minuta qerekore të ulesha dhe të qaja. Qaja? Kam qarë shumë. Sa ndonjëherë i them Wolfit, okej, atje të paktën ishim të dy të huaj dhe në një farë mënyre, ku shikoja që dhe Wolfi ishte larg familjes ti, jo se ngushëllojsha, po kisha një shok dhimbjeje në një farë mënyre. Po kur u kthyem në Vjenë, pastaj për shembull, më bën përshtypje tani kur kalojmë për në punë ndonjëherë, Vjena është gjithmonë duke u riparuar dhe i ke rrugët e bllokuara. Po kjo më bëri përshtypje edhe mua, po çfarë? Sepse ruajnë atë qytetin e vjetër dhe thjesht riparojnë një copë rruge, prishet ajo tjetra, rregullojnë tjetrën. Nëse e ke vënë në Vjenë për shembull, edhe sikur prishet gjithë pallati fasada nuk lejohet të prishet. Dhe bëjnë shumë mirë sepse ashtu e ruajnë historinë dhe kulturën, traditën. Jo, unë duke parë në Shqipëri që rregullojnë trotuarët, sot trotuarin rregullojnë, dhe javës tjetër e rregullojnë dhe themon për tendera, e bëjnë marrin në një lek. Shumë ishte fiksuar Shqipëri, po dhe në Vjenë bënë një. Kam përshtypjen se atje nuk, shiko, korrupsioni nuk u shpik në Shqipëri. Po, nuk u shpik në Shqipëri, po. Edhe po të thosha kur ikim dhe kalojmë në këto rrugicat e vogla dhe Wolfi thot, këtu kaloja me gjyshen, këtu kam qenë në Kopësht dhe i thashin të lutem mos më thuaj më. Dhe më pa me çudi që për çao mërzite, i thash, po tash ti nuk mund të tregosh një njeriu, është ajo shpreha në shpinën e varurit nuk përmend litarin. Atëre kur unë jam larg dhe më merr malli për çdo lloj gjëje dhe ti më tregon që unë këtu kam kaluar me gjyshen, aty me gjyshen, e di, ma ke thënë dhe herë tjetër. E pesaj. Kështu që sillen në Tiranë ti tregosh ku kalove ti me gjyshen. Por gjysha jote pas ka një histori interesante. Atëherë gjysha ime ka jetuar, të dyja gjyshet e mia kanë jetuar në Tepelen. Piles prindrit nga mami e kanë patur shtëpinë brenda në Kala, është shtëpia akoma aty. Por të gjithë jemi larguar, pra është vetëm shtëpia tani. Dhe unë Kalasin njoh çdo cep. Sepse shkoja për pushime. Po. Ato vitet e para derisa fillova shkollën, shkoja shpesh ria disa muaj, pastaj kthehesha në Tiranë. Pastaj deri në klasë të 8 po shkoja rregullisht. Klasë 8 pastaj në vit parë lice, kuptohet. Ka nevoja të tjera, jo të kisha dëshira të tjera për verën. Po gjithmonë kam shkuar, gjithmonë kam shkuar.
Isha para 2 vitesh dhe më erdhi shumë keq sepse unë mbaja mend gjithaj bulevardi gjatë ku unë vrapoja dhe mu duke sa e vogël. Kalaja brenda kishin riparuar rrugët, mua më pëlqente ashtu në për gura të ngatrohesha, ndoja rrëzohesha, e bëja gjuhë një copë, po më pëlqente ashtu. Tani e kishin shtruar, okay, ndoshta për turistët më mirë, po për mua kishte humbur atë vlerën e kalas fëmirisë time. Dërsa Tirana pastaj ka humbur çdo gjë. Ka fituar të tjera, por ama s'ka lidhje me kohën. Tirana nuk e di, mua më bën përshtypje një gjë, natën, se këto kullat duken bukur në Tiranë, shqyr zotit ka diell gjithkohon, pjesë më të madhe. Po natën ato kullat janë errësirë, zakonisht në një qytet, krye qytet, pra në një metropolitan, ku ka kulla, sidomos në downtown, ku është pjesa më e madhe e kullave, ke drita dhe në një farë mënyrë është ajo kënaqësia e mbrëmjes që një qytet i qeshur, i ëmbël me drita, këtu janë bosh. Qofsha e gabuar, po nuk i shikoj këto kullat e mëdha me drita, apo? Po, ke drejt ndoshta, s'e di. Është thjesht vëzhgimi i një pseudo-austriak që her pas here vjen dhe shikon. Pastaj janë shitur tek njerëz të cilët nuk i banojnë. Në qytet mirë është të shesi gjithçka, po dhe të banohet. Po patjetër. Fundit pa zhurmë, s'ka. Por kjo Tirana, të gjithë e njohim në një farë mënyrë, por mua më pëlqen. Më pëlqen, më duket sidomos kur e krahasoj për shembull me kryeqytete që dikur ishin në ëndër si Athina, ose shkonim në Shkup, na duke një mrekulli, tani ndjek të kënaqësinë që e kapëm, e morëm. Pse di ç'a kapëm ne, po. Shiko, unë që vi nga jashtë e shikoj që sigurisht që cilësia të paktën infrastruktura ajo e prekshme, ajo e shikueshme është shumë më mirë, pa diskutim që është shumë më mirë. Nuk duhet jetë vetëm ai shkëlqimi i mesit, kuptohet. Ndonjëherë duket sigurisht si ato centrot që e heq me plurin dhe vë prap, po ndërkohë shpojnë sa ajo tavolina e vjetër poshtë. Po gjithsesi të paktën atë që shikon syri është e bukur, pa diskutim. Për mua, fakti që unë dëgjoj njerëz që flasin shqip, ulem një lokal, pi një kafe, është lokali që në mëngjes, tek ne nuk shikon lokale me njerëz në mëngjes, domethënë pas dite dhe kjo të llogarisësh nga entja deri të shtunën, se pastaj të dielën qyteti është i heshtur komplet. Çfarë bëjnë dielës? Dhe mua më bëri përshtypje kjo. Kush ka dielën? Kam përshtypjen se përgatiten për të hënën. Flen gjuhë? Jo, nuk flen gjuhë, po duke qenë se dyqanet janë gjitha mbyllura. Austria është shtet katolik, pra të dielën nuk punohet. Dikur kishte në shtetësi, sidomos me fen muslimane, për shembull kishte dyqane turke, kishte dyqane arabe, tani nuk lejohen më as ata, pra të gjithë janë të mbyllur. Dielën tije po nuk e bler, po, do shkosh në lokal, do bësh fasting edhe do hash të hënën. Sa mirë. Në fillim më bënte përshtypje sepse thosha kam harruar me blebuk çfarë do bëj, po tani më pëlqen, në fakt më pëlqen sepse në një farë mënyrë kanë njerëzit pak më tepër kohë për njëri tjetrin, atë ditë kanë që. Po, jo, këtë shikoj edhe unë, që një biçikletë, sa gjëra pikniku, gjëra të vogla, domethënë. Atëre, unë një gjë kam vëre në Austri që pak rëndësi se si është klima, aty bie shi shumë, Vjena ka erën, domethënë Vjenën se imagjinon dot pa fryrë erë. Njerëzit i ke gjithkohon duke vrapuar, duke dalë me biçikleta, pak fare të ngrihen temperaturat, nuk ecën dot më me makinë sepse duhet bësh kujdes. Biçikletat. Po. Po ato lëvizjet, pikniqet e mua, madje më bëri përshtypje shumë në një moment kur kalova lart te vreshtat, po shikoja që të gjithë ishin pasi që afër me shtëpinë time ke vreshtat. Atë vreshtat më pëlqeu shumë. Tek Hojriget, tek ato lokalet tradicionale. Po shumë bukur, mënyra e të qenit e thjesht, pa pasur nevojë të beton, nuk ka luks, është vërtet. Që është pa sens, madje atje u griva duke ngrënë patate. Por më pëlqeu, është në të gjithë qenien e thjeshtësisë admirueshme, domethënë. Për mua Vjena është magji. Me të thënë të drejtën, kur pasi mbarova vitin e parë studimeve në New York, mbaruan dhe parat që kisha marrë me vete dhe aplikova në Juilliard dhe e them me shumë krenari që më ofrua një vend pune si mësuese piano sekondare. Okej, nuk ishte ajo që unë kisha studiuar sepse unë mbarova për flaut, por gjithsesi po vazhdoja me muzikën dhe në Juilliard. Sigurisht që mu thye kjo ëndra, sepse bashkëshorti gjeti punë si administratori një shkolle private në San Francisco. Dhe ikët. Por rroga ishte shumë e mirë, plus Kaliforni. Dhe unë aty mbaroj, si me thënë ajo ëndra ime fitimin të bukur së përditshme nëpërmjet muzikës, le të themi.
Pastaj fillova të jepja mësim në shkollën e Valdorfit, kështu që nuk e kisha më primare muzikën. A punove aty? Ardha në Vjenë, mendova që Pse latë Amerikan? Mirë ishte. nuk ishte për ne. Ta them sinqerisht, nuk ishte për ne. Atëherë dhe unë dhe Wolfi kemi atë mënyrë të menduarit që ne punojmë për të jetuar, nuk jetojmë për të punuar. Dhe kur kishim weekende të gjata, ne kemi parë shumë vende në Amerikë, kam përshtypjen se për ato pothuajse 5 vjet që ndonjëm ne, kemi parë vende më tepër se shumë amerikanë që ndonjëherë nuk lëviznin. Kishte shok dhe miq tanët që s'kishin fare pasaport 40-50 vjeç. S'kishin lëvizur ndonjëherë, po. Na mungonte jeta sociale, na mungonte jeta kulturore. Unë isha mësuar me koncerte, Wolfi gjithashtu vite nga Vjena, pra i mungonte ajo jeta e kulturës, e artit, një teatr, duhet shkoje patjetër në një nga qytetet e mëdhaja që të gjej diçka, nuk them që nuk ishte, sepse San Francisco Sinfonika është një nga më të mirat, kuptohet. Ishte kjo jeta, shko në punë, hajde në shtëpi, gatuaj, fli, shko në punë të nesërmen, u kthyem në robot dhe asnjëri prej nesh nuk e pranoi dot këtë lloj jetese. Dhe thatë një moment të dy që e mira është. Dhe menduam që okay, tani mjafton. Megjithatë, pam shumë, e shijuam, e prekëm atë që të dy e kishim dëshirë të shikonim dhe Amerikën. Ishte kollaj për të dy sepse që të studioja filozofi në gjermanisht për mua as që bëj fjalë në momentin që ne u larguam dhe Amerika ishte pika që na bashkoi duke folur të dy anglishten. Përfundimisht jemi të dy evropian. S'do ta ndroj Evropën asnjëherë me asgjë. Biles nuk jam person i dur, kur më pyesën më thot dikush që po ikin në Amerikë, them mos o trim, mos e provo. Megjithatë, secili nga ne ka perspektiva të ndryshme të jetës, varet se çfarë njeriu pret nga jeta, çfarë dëshiron të kapi në jetë. Mua më pëlqen ta shijoj, të punoj dhe ta shijoj. Në Amerika s'të lejon shumë të shijosh. Amerika është të kërkon lodhje, përgjegjësia shumë e madhe e punës e çdo lloj gjëje. Është më tepër, kam përshtypjen se në Evropë shtetet janë më sociale, po dhe shtetet vetë janë si them, qeverit janë më të forta, janë më të orientuar për njerëzit. Për shembull, në Vjenë edhe ata që spunojnë janë të siguruar me një pagesë minimale, po janë të siguruar nga shteti, të gjithë janë nga ana shëndetësore të siguruar. As që bëj fjalë në Amerikë, që në momentin që ti nuk punon, nuk e si ti jesh. Kisha njerëz që i njija që kishin ca letra të vogla si ato tallonat tanë njëre një kohë që shkonin nëpër supermarkete dhe blenë. Okej, sigurisht ato minimale ndoshta e merrnin dhe ata, po jo, Evropa është për mua është tjetër gjë. Mos e mjaftueshëm. Po. Distancat janë të vogla, njeriu shkon gjithandej. Gjithmonë kam menduar, sepse thoshim pse nuk bëhet e uja si Amerika, po s'ka si të bëhet. Sipas logjikës time, sepse ata kanë shkuar nga diku dhe kanë ndërtuar diçka të gjithë bashkë. Ndërsa këtu është shumë vështirë ti kërkosh dikujt të lëri traditat e veta, të harroj gjuhën e vet, të lëri qoftë edhe atë paran, domethënë emrin e paras që kanë patur dhe hajde tani të futemi gjithë me euro. Në Austri flasin akoma me shilinga. Oh, sa shtrenjtë janë për gjërat. Kjo do ishte kaq shilinga. Unë se kapa dot kohën e shilingave dhe se kam iden çfarë do thotë kjo shilinga, po një gjë tjetër që më bëri përshtypje mua në Vjenë ishte mënyra se si të vëzhgonin nëse ti thyje në një rregull. Qoftë edhe një rregull që ne e thyejmë kështu me qeft madh në Shqipëri, ata kishin shumë kujdes, rinë të shikonin, madje nga dritaret, aty ke te dera, rinë kontrollonin. Thash, shumë si roje të kulturës të rregullave të jetesës në komunitet. E para sepse rriten ashtu që të vegjël. Pra ata që kur janë fëmijë, prindrit i edukojnë me atë lloj rregulli, të cilën prindrit kanë marrë nga prindrit e tyre dhe vazhdohet po e njëjta gjë. Dhe aty ligji dhe rregulli nuk është vetëm në letër, por zbatohet. Dhe zbatohet edhe në sensin që nëse ti do ta shkelësh atëherë ta tregojnë se si nuk duhet ta shkelësh. Për shembull, në momentin që ti kalon tek semafori me të kuqe, paguan 50 euro gjallë. Dhe ti nuk e merr vesh nga të vjen një polic me biçikletë, të përshëndet me buzëqeshje dhe të jep faturë. Të jep faturë. Kështu që duke mos patur dëshirën të paguajnë 50 euro, ata presin atë. Dhe automatikisht pasaj i me motor thotë ndonjëherë që nuk jam më të mirë se ne dhe këta, se po mos kishin rregull do i gjuar njëri tjetrin me çomanga. Kam përshtypjen se po, sepse janë ndonjëherë shumë agresiv, pasiv agresiv, por janë. Ndoshta mund të të buzëqeshin, po fjala që thonë është shumë e hidhur. Ama e di frikën e ligjit, po tu afroa më shumë se sa duhet, një telefonat policisë dhe
që ishte kudo, e patukshme, po ishte kudo. Mati kjo më bëri vërtet përshtypje, sepse Frika ruan vreshtin. Po ata e ruanin haptas fare vreshtin e tyre. Po sepse kanë dhe atë një qikë një streclikun që të kapa që po bën t'i gabim, si guxon që po pëlqen mua kjo, nuk e di pse. Po se i vë njerëzit i edukon, Ne flasim çështje liria, demokracia, po çdo më thënë kjo, liria jote mbaron kur prektimen. Kur më fyen, kur më del përpara kështu si pam, para makinës. Shiko, unë mendoj që çfarë do të thotë demokraci, sepse është keq kuptuar fjala demokraci. Atëherë, për ta bërë pak më të thjeshtë, siç e shpjegoj unë, them është një diktaturë e mirë rregulluar. Pra asnjëri nuk dëmtohet, po ama të dikton. Diktaturë jo automatikisht është një fjalë negative, domethënë që ti diktosh dikujt nuk do thotë vetëm ta urdhërosh. Po le mos themi diktosh, le të themi ti dëftosh çfarë do. Le ta ndryshojmë, meqense kemi sinonime sa të duash që ta bëjmë fjalën pak më të ëmbël, por fakti është rregullisht aty duhet zbatuar. Me sa duket, këta fëmijët tanë që vjen edhe shkojnë në shkolla, fëmijët që ti mëson, mund të sjellin edhe këtë lloj edukate. Përdigjen po t'i hapin sytë, mos rinë në kafe tërkohës. Po mos i shkelin edhe vet aty. Atëherë është më ke kapur një temë rudine që për mua është shumë e rëndësishme. Gjithmonë flitet dhe dëgjoj, kam të thash, kam tibon se pa tibot i zbo, kështu që kur kthejmë në darkë në shtëpi, zep të gjitha kanalet. Tibo, çfarë? Tibo është ajo që e marrim ne që jemi jashtë për të parë televizorin shqiptar. Si digitalbi, po kjo është për ne që jemi jashtë. Dhe shikoj, Wolfi thot filloj harta sherrin me televizorin, se filloj me këmbë me duar zije me këdo që po flet në krahun tjetër. Dhe flasin gjithmonë shkolla, mësuesit, patjetër, nuk heq asnjë presje, po patjetër. Shkolla duhet marrë përgjegjësinë e saj, mësuesit duhet të rikualifikohen apo duhet të rifreskojnë ato që kanë mësuar, apo dhe të avancojnë pak të paktën me anën psikologjike të dhënit mësim, sepse bota zhvillohet, lëviz, sigurisht që edhe ne duhet të përshtatemi, fëmijët brezi i ri nuk mund të edukohet njësoj si ne. Megjithatë, gjëja kryesore që unë nuk e kam dëgjuar të flitet është që duhet të edukojmë prindërit një herë. Sepse ai prind ka rolin më të madh në edukimin e fëmijës dhe me keqardhje e shikoj që shpeshherë prindri thotë, unë e çova në shkollë përgjegjësinë e ka mësuesi. Jo, mësuesi ka ta edukoj nga ana, ta arsimoj. Por ama edukatën e mirëfillt, manierat do merren në familje. Kështu që për mua është e rëndësishme që sidomos puna shkollë, prind kur bëhen ato takimet me prindër, jo thjesht vetëm shikojnë çfarë note mori fëmia, po të shikojnë edhe zhvillimin psikologjik, zhvillimin njerëzor, mbi të gjitha, të ketë një bashkëpunim mësues prind, sepse nuk mund vesh të kërkosh llogari pse nuk i vure ti fëmijës tim këtë, ndërkohë që në fakt prindi e ti, pra përgjegjësia e madhe bie mbi prind, ai duhet kujdeset sa mësoj fëmia, sa orë mësoj, të shkoj të mësoj bazën, të futet në klasë të i flasi mësuesit me edukat, të trajtoj të tjerët në klasë me edukat me mirësjellje. Pra, ato që janë baza që merren në familje. Ne kemi patur dikur edukatën morale, okej, dakord. Po ama dhe në shtëpi prindrit nuk është se të toleronin. Biles, më vjen për qeshur sikur ne mos kishim bërë asgjë, në qoftë se prindi vite në shkollë, i thoshte mësuesit që e bëri gabim, bjeri, shumë e gabuar, okej, dakord, po ishte ajo dëshira e mirë që prindi ishte në një hap me mësuesin, nërse tani kërkojnë gjithmonë diku të qenë. Në Shqipërinë punon, ke lidhje tani në kuptimin e shkollës? Atëre, unë shpresoj që dritanit ma lejoj, që unë po flasë për shkollën e ti, kam punuar prej 2 vitesh me një qendër trajnimesh në Shqipëri që quhet Elite Akademi, dhe kam bërë kurse online, gjermanisht, anglisht, shumë e kënaqur. Më vjen shumë mirë sepse kur eci rrugëve të Tiranës tani më përshëndesin, më buzëqeshin profesoresha si e mirë. Kurse në Shqipëri? Nga Vjena në online dhe unë nuk i shikoja dot. Ata më shikonin, unë nuk i shikoja, kështu që ata më njohin, po unë nuk i njoh. Po më vjen shumë mirë që ndonjëherë qëllon nëpër aeroporte, ndonjëherë rrugëve të Tiranës, dhe pastaj ndaloj dhe i them, më kujtoj emrin, të lutem se nuk po të... Jo, nuk më ke parë ndonjëherë, po më ke dhënë mësim. Është shumë kënaqësi, sepse e ikur prej kaq vitesh, kur njerëzit të njohin rrugëve të qytetit, ndihesh që ekziston kam akoma. Pra këtë kam bërë, kam punuar me Dritanin, e falenderoj, më ka dhënë një mundësi të ardh. Dritani kush është? Falë, se po flet për... Dritan Broka është ky djali që ka shkollën. Që ka këtë Elite Akademin, që kam mundësuar kurset e gjermanishtes dhe të anglishtes. Shpresoj të rifillojmë së shpejti, e kam me çmime shumë të arsyeshme.
Ty bëjmë edhe pak reklam dritanit në këtë rast? Do më falësh nëse bëra gabim, po unë thash dritarët jemi të hapur për reklamën. Të mësojmë gjuhët e huaja. Dhe në fakt përfitimi nuk e ka Dritani, ta them sinqerisht, përfitimin e kanë ata që regjistrohen, sepse Dritani me 30.000 lekë të vjetra, me 3.000 lekë, njerëzit bënin një kurs për 24 orësh të gjuhës me mua, që në fakt unë do kushtonte 400-500 euro. Pra mësimin po jap po unë, por me një çmim shumë të arsyeshëm. Dhe bilezi interesante ishte që nuk ishte vetëm shqiptarë që jetonin në Shqipëri, në qytete të ndryshme, sepse ne lidheshim në Teams, pra ishim në online, po kishte edhe shqiptarë në vende të tjera jashtë Shqipërisë, sidomos ata që jetonin në Zvicër apo në Gjermani, qoftë edhe në Austri, që nuk e kishin mundësinë të vinin në Vjenë në shkollë tek unë dhe futeshin online ke Dritani. Pra me një çmim shumë interesante. Shumë komod dhe mësimi bëhej pra Shqipëria është e hapur, me sy hapur, me vesh hapur për dije. Ne kemi një shkallë inteligjencë që mua më pëlqen ta them gjithmonë me zë të lartë, sidomos tek gjuhët. Kam përshtypjen sepse kemi atë genin ekstra të mbijetesës, pra kudo që shkojmë ne duam bëjmë vend për veten tonë dhe siç duket kemi zhvilluar një ekstra intuit për të kapur gjuhët e huaja shpejt. Edhe më lejo të them Rudina, të lutem, e kam thënë diku tjetër, u duke gjermanishtja gogol, nuk është gjermanishtja gogol. Gjermanishtja është një gjuhë shumë mirë e strukturuar. Njerëzit duke dëgjuar atë tingullin pak si më të ashpër se sa shqipja, ju duke sikur çfarë ose fjalët e gjata. Në fakt, në momentin që e mëson me gramatik, me rregull, nuk është fare e vështirë. Biles ka një komoditet që në çfarëdo lloj moshe njeriu mund ta mësojë. Kur e mësuat? U bëra pak dembele, sepse kur erdha në fillim nga Amerika, unë bëja psikoterapi alternative për fëmijët e diplomatëve të ambasadës amerikane, meqense unë kisha punuar në një shkollë private në Amerikë. Dhe i kisha shumë komode që punoja vetëm në anglisht. Sigurisht e kuptoja gjermanishten, sepse Wolfi dhe fëmijët flisin gjermanisht, plus që kur jeton aty, duke qenë muzikante nga veshje, kapja më kollaj. Dhe kjo më bëri pak dembele, fakti që nuk më duhej në mënyrë urgjente gjermanishtja, dhe mbas 4 vitesh, pastaj bëra një kurs, ishte jo e rregullt, dhe unë të gjitha këshilloj që në fakt, nëse duan të mësojnë gjermanisht, duhet ta fillojnë që në fillim me gramatik, pra të mësojnë strukturën dhe pastaj të shtojnë fjalore. E di që ne shqiptarët vajtëm në Greqi kapëm gjuhën, vajtëm në Itali, këto janë gjuhë shumë melodioze dhe shumë ajër. Gjermanishtja është e kundërta. Megjithatë është më e thjeshtë se këto në momentin që mëson me gramatik. Ja u këshillojmë atëherë fëmijëve, do t'ju duhet. Është në fund të fundit gjuha e një... është gjuha e filozofëve të shekullit 20, patjetër. Edhe jo vetëm e filozofëve të shekullit 20, po edhe për atyre që po bëjnë Europën e këtij shekulli. Nuk ka dyshim që ata janë vendimtarë. Është gjuha e Sisit, e princeshës Elizabeth, gjithmonë nga troj. Mua më pëlqen, nuk e flas, po më pëlqen, me bie flet. Shumë kënaqësi që Kënaqësia gjithë ime, faleminderit. U kënaqem duke folur. Madje dolëm dhe të njohura, që e mora vesh në fund të emisionit për shkak të motrës që kemi punuar në të njëjtin vend, që ka qenë gazetare shumë e mirë, është akoma. O, të falenderoj. Që e vlerëson, të falenderoj. Pa, si dyshim. Kënaqem gjithmonë kur flas me njerëz të hapur. Më jep kënaqësi kjo. Kështu që ju jeni. Shpresoj mos kem thënë gjë që të më gjykojnë. Ka që mos më thuaj hiqe pastaj. Pastaj kemi një shprehje Rudina, ne shqiptarët kemi një shprehje që gjithmonë qersare them, u bë kjo. U bë ky. Më thënë, e kemi gjithmonë që pse u bë ai tjetri dhe ku të shajmë, ndërkohë që dhe mu themi, po sikur të bëj dhe unë i gjë. Jam që jam, të. Se do bëhemi, se do ecim. Kështu që nëse unë kam thënë diçka që dikujt nuk do t'i pëlqej, shpresoj mos thotë u bë kjo. Po le ta thot. Le ta thot pastaj të vit klasin në shkollë të tregoj historinë e vet. Jo, unë këtu i them njerëzve, sepse shoh që komentojnë, ka gjëra dhe them, pse harxhon kohë të komentosh? Më mirë harxhoje kohën të vish këtu dhe tregosh historinë tënde. Në këtë mënyrë ne komunikojmë duke ndarë historitë e njëri tjetrit. Kështu që të falenderoj shumë zonja Islami, mban mi emrin. Islami Lenc, zakonisht unë i them të dyja, sepse sigurisht të thash, do jem gjithmonë Artemida Islami. Lenc është mbiemri i fëmijëve, kështu që sigurisht që gjithmonë do ta kem nga mbrapa, por më pëlqen gjithmonë të them Artemida Islami dhe pastaj Lenc nga mbrapa. Kënaqësi që ju kisha. Regjistrohu tek dritare televizion dhe Rudina Xhunga dhe kthehej në televizionin tënd, që jo vetëm shkruan, tregon, propozon, por edhe flet, komunikon. Faleminderit.